pjell e karteleve të drogës dhe organizatave kriminale nuk mund të kishit kur fillim tjetër përveç se këti që nisët sot duke i shpallur armiqësi dhe luftë të plot. Mbi të gjitha kushtetutës së vendit, librit themelor, por që për ju ka kohë, që është një letër e vdekur e zëvendësuar nga njëri parte këj fundit nga kodi mafjes, i drogës dhe i vjedhjes, edhe i bigjozit. Nuk ka fillim me armiqësor ndaj qytetarëve shqiptar që presin që kanë këtë libër si mburojnë e tyre, si mburoj të drejtave të tyre, të dignitetit tyre, të lirive të tyre, dhe që ju sot në një garë të turpshme e shkelmoni atë publikisht, e përdhunoni atë publikisht në parlament me një sadizëm tipik të narkokriminelve. Asgjë s'u pengon ju të kryeni këtë krim të shëmtuar,